Ushqimi Leonis paguhet gjithmonë mbi barë. Po flasim për reformat edukimit dhe ne paguajmë ende qerdhe 70 euro. Lëre tarifën 10 euro për fëmi. Lira prej qerdhës pagesën 70 euro. Ata që nuk kanë, ata fëmi që nuk kanë qerdhe në institucione shtetërore, paguaja benefitin 100 euro për sektorin, rimbursohet për sektorin privat. Dhe gjenë. Dhe kjo është impakti që ka rrezikshmëri për mbyllje të vendeve të punës. Sepse me impaktin 500 apo 600 euro të pagës minimale, bizneset, sidomos ato marketet dhe ato të paketimeve, së pari do të absojnë. Së pari do të absojnë edhe sigurimet në pjesën fizike të institucioneve shtetërore. Sepse ata janë me kontratë private, nuk janë të kontratave shtetërore. Dhe kur ka ai rrezikshmëri për humbjet vendeve të punës, din të mbulohet mrapa fajin, sepse këta 6 vite kanë jetu duke ja pas fajtor prej 2000 deri 2021. Domethënë, këta kanë shkatru për 5 vite atë që është kriju me mund për 2020. Dhe sot po t'i pyetësh pse s'keni punu, na kanë bloku ata, i kanë shkatru krejt, i kanë vjedh krejt. Kurse më ja pas si vit krejt ministrave, të gjithë i kitë ftun në prokurori. Më tafër janë, më shpesh ata janë shku në prokurori speciale se që janë shku të sindikatat. Më shpesh janë vizitu nga prokurorët me intervista se sa që janë shku në apëroda ekonomike dhe lidhje bizneseve. Jo bëj thirrje, mos shkoni sepse nuk ka fuqi politike për të ndërmarrë. Thjesht dëshiron ta shpëton veten në fundrinën ku janë afru vetë. Sepse me të vërtet janë një zgafele zeze të bërit ekonomi. Shkurt për fund, Azemi. Du të them edhe diçka, dhe mos interesimi i kësaj qeverie për punëtorët sektorit privat Kosovës. Sonte ka rrit shifra 28 për rastet e vdekjeve për punëtorët që kanë vdekur në vend të të punës. Po, raportuam në Prizren. Sa që në mizë Ankara nuk ka bo diçka për ta. Andaj, unë jam komod, po them në të aspektin komod, sepse kur e din që edhe nëse një mjerë më thot e ki pagën minimale, nuk besoj, po mu më du t'jem, sepse natyra e punës është ajo, dhe mu më du t'ja them, kërkesa e më është kjo, nëse dënë kira ati, nëse s'dënë, tani është shumë let, që është shumë let, mungesa e punëtore, një farforme edhe mungesa e gjonave elementare për jetes, të organizoj, shto dhe greve dhe protesta, sepse punëtorët edhe kanë pa një organizim, edhe kanë pa që është një fuqi e tyne, edhe jenë bosh që të gjitha, sepse normal që ne kemi bo greva protesta, por ato do të... Dhe sigurisht nesër sigurisht do t'ju i intereson edhe këtyre ku është sigurimi shëndetësor i institucioneve që është premtu nga 2021 dhe është mashtru këtë qytetar dhe këtë punëtor, që edhe në vitin 2025 sigurisht do t'ja premton. A me bom një hi mashtrimeve, ajo shkëndejnë më nxes ke me full. Po, realisht ma mirë le të shkëndejnë më nxes, sepse të mi merë dhe 4 vite duke ju shfrytzuar juve për elemente paqësore. Definitivisht, shteti e ka shfrytzu këtë kohë, i ka shfrytzu edhe ato që thash, kur dhja ka bërë 229 euro, ata ja ka fushata zgjedhore dhe këta janë vetëm për impakte politike. Këta nuk matin me humbje vendet punës, këta matin me humbje të votës.